Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për konfliktin në lindjen e mesme, duke uruar edhe shpresuar që mos jetë paralloma e luftës së tretë botërore. Për ta analizuar atë që po ndodh, kemi të ftuar zotin Arjan Gaxheri, njohës i zhvillime mjaft të mira jo vetëm të situatës në rajonin tonë, por edhe të gjeopolitikës, i cili ka studiuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke përfunduar shkollën ushtarake, po ashtu Universitetin e Munich, me shumë trajnime dhe certifikime edhe në çështje të tjera, pra i njohës i kësaj fushë në shumë dimensione. Zoti Gaxheri, përshëndetje, faleminderit shumë. Përshëndetje zotëri Bolla, është kënaqësi gjithmonë me qenë me profesionist si ju. Nëpërmes juve me lejo ngrohtësisht të përshëndes gjithë patriotët shqiptarë. Faleminderit. Zoti Gaxheri, do fitoj lindja apo perëndimi në lindjen e mesme? Po në lindjen e mesme, si e shoh unë, do të ishte pyetja në mes se do të fitoj lindje mesme Shtetet Arabe apo Po, e kam fjalën Shtetet e Bashkuara dhe perëndimi në mbështetje të Izraelit apo parashikoni një ndërhyrje të Kinës, të Rusisë për të shpëtuar Iranin nga ky moment? Atëherë po e kemi një rikonstruktim të pyetjes, sepse do të ajo pyetja paraprake do të nënkuptonte përfshirjen e shteteve muslimane në mbështetje të Iranit. Gjë për cilën jam shumë skeptik se do të ndodh, me që nuk kemi luftë duket se po ju ndërpres, gjeoekonomia rezulton më në vend parë përballë gjeopolitikës. Gjeoekonomia thua. Po, kam fjalën tek ndarja që ju bët shteteve që vështirë se do të rreshtohen. Unë kuptoj kështu, aty nuk përfshihen shtetet e tjera muslimane sepse nuk ka luftë religjioze, është luftë politike. Andaj edhe nuk përfshihen shtetet muslimane në një konflikt për të mbështetur, në një luftë për të mbështetur Iranin. Tani kjo tjetra si thuash është gjeoekonomia apo gjeopolitika, do të thoya është gjeoekonomia kundër gjeosigurisë. Dhe për të përgjigjur këtu konkretisht është se gjeoekonomia në Iran apo në zhvillimin e Iranit vije prosperiteti nga Kina. Ndërsa Irani sigurinë ka të mvarur nga Amerika. Dhe Irani sigurisht i ka ardhur koha të zgjedh ato të jetë pa siguri e me ekonomi, apo do të jetë me siguri e më pak prosperitet. Dhe si duket dhe me tani gjatë thirrjes presidentit Trump për një marrëveshje nukleare ka qenë dhe me tani e pamundshëm, për shkallëzimi me gjitha gjasa sipas raportimeve po vazhdon. Mendoni që me që jemi tek thelbi i problemit, siç kuptohet në opinion, ndërtimi i armës bërthamore nga Irani, për çfarë ka penguar gjithë këto vite që të mos e ketë këtë armë bërthamore, që ka luajtur, po gjithmonë është në proces. Po, pyetja tani është edhe, si më thon, e paradestinuar, sepse ndërlidhet me faktin e thirrjes së Izraelit amerikanëve për nuklear në Irak. Dhe kur u futën në Irak aty nuk pat nuklear. Tani a ka Irani nuklear nga ana e kryeministrit të Izraelit, konsiderohet se është e ndërtu në mënyrë sekrete. Dhe mbi këtë bazë është mbështet mbi këtë bazë ka argumentuar se ka ndërtim të ka dyshim të bazuar për ndërtim të fuqisë nukleare dhe mbi këtë bazë ka vënë në aksion atë që njihet doktrina preemptive strike. E njëjta doktrinë është që Bushi e përdori kashi Irakut në atë kohë. Dhe tani nëse ka nuklear Irani, unë jam skeptik dhe mos tam 100% sigurt, por ka gjë e sigurt që do të thotë sulmet e Izraelit kanë qenë pamundshme që ta shkatrojnë një kapacitet nuklear të Iranit. Dhe
Tani Izraeli e do Amerikën ta ngrej Amerikën në këtë konflikt. Do ta fus në lojë. Ta futin lojë gjithsesi në këtë konflikt. Sa do futet direkt Amerika në këtë luftë, mbetet të shifet. Unë mendoj interesi primar i Izraelit është që Irani të mos fuqizohet në rajon dhe interesi primar amerikan është se Irani është aleat i Kinës dhe do të thotë 25% e energjisë Kinës apo gazit vjen nga Irani. Dhe këto interesa e përputhin Izraelin dhe Iranin, duke lërë anash dhe për të mos nënvlerësuar sigurisht se Irani ka një lobby të fuqishëm në Amerikë. Përmendoj Izraeli. Në fundit, ka gjasa që Irani tjetë Afganistani i ri? Tani kjo pyetje nuk Afganistani në pikpamjen internale ka vujt konsekvencat, po pa efekte internacionale. Ndërsa Irani nëse përshkallëzohet lufta dhe involvohet, do të thotë Izraeli më tej dhe Amerika, atëherë do të ketë konsekvenca internacionale. Një për tyre është imigracioni. Dhe kur flasim për imigracionin, rikujtojmë Sirinë. Ndërkohë që largimet kanë filluar që tani me thirrjet e Netanyahu dhe të Trumpit nga Irani. Drejt Irakut. Largimet nga Irani kanë filluar që tani nga Irani drejt Irakut, pas thirrjeve të Trumpit dhe të Netanyahut për të larguar. Po mendoni iket imigracioni apo si? Po, largimet e kam fjalën nga Teherani. Largime masive. Për këtë e keni fjalën? Popullatës apo? Po, popullatës. Atëherë ky është problemi krucial i cili do të ketë një impakt shumë të madh në Evropë. Nëse më lejohet ta sqaroj. Po. Atëherë paraprakisht kisha dhe me Klan Kosova, kolegë t'juj, këtë që thash se në kohën kur për ne po jetojmë realizmit, bota liberale është duke u fundosur dhe koncepti i EU-s me kufit të hapur dhe ngritja e nacionalizmit në Evropë do të poshnon, do të rrëzon konceptin e kufive të hapur. Dikush nga liberalet të cilët gjindën, sipas mendimit tim, i ka zënë sistemin ndërkombëtar apo tash gjendja faktike e realizmit i kanë zënë me pantallona të zhveshur, jetojnë ender në ëndrrën se është populizmi i djathtë. Unë argumentoj këtë sepse me invazion imigrantëve të Sirisë në Evropë, ku do të thotë kufit ishin të hapura, ndodhi reaksioni i djathtë, sepse kishte impakt në Evropë dhe përfshirja një numri të madh dhe imigrantësh që vinë nga një kulturë tjetër, medomos do të ketë krem të lartë dhe moskënaqësi në shtetet e Evropës. Dhe si pasojë rrjedhoi kësaj, ka ngritje që nuk është e vetmi arsye, por është arsye fuqishme pse djatha është në ngritje dhe kërkon që do të kërkoj që kufit mbyllen. A do mbyllen, as do mbyllen, ne do e shohim, por unë mendoj që nuk është vetëm populizëm. Pse nuk është populizëm? Nëse do të kemi një vërshim të tipit të Sirisë, nga Irani, të imigrantëve, e kemi të njëjtë po 10 fish më të madh. Sa do të përballoj vlera, sa do të përballoj Evropa këtë vërshim të emigrantëve, me idenë se ne do të mbajmë vlerat tona perëndimore. Më shumë gjasa që njërën nëse tjetrën do ta bëjmë, për dyat nuk do t'i kemë. Nëse një fluks i tillë imigrantëve vërshon Evropën, do të ketë një dinamikë krejt tjetër kulturore atje, nga aspekti kulturës, nga aspekti politikës, nga aspekti
i gjithë anshëm i Evropa, do të thotë demografia e Evropës do të ketë një ndryshim më të madh dhe kjo me shumë gjasa nuk do të jetë fundi. Tani sa do të vija aty nuk e di, por se unë argumentoj pse nuk është përse populizëm rritja e nacionalizmit në Evropë. Nga kjo perspektivë. Ndërsa ata që janë liberal ngritjen e nacionalizmit po e konsiderojnë si populizëm i djathtë, por me mungesë të argumentit apo të fakteve. Zoti Kaxheri, çfarë do ta bënte për të rikthyer pak më lart të banë që të futej në luftë? Do shta mund të ishte edhe blokimi i ngushticës së Hormuzit, apo nuk e di, në sulm drejt bazave, 14 bazave të atyre në të vendosur në... Po, tani, Trump është atë që u përgjigje se ajo ngushtica është për nga, do të thotë, drejtohet gazi për në Kinë. Dhe Kina nuk është vetëm që është zhvilluar ekonomikisht dhe po vazhdon të zhvillohet ekonomikisht, por është duke përkthyer zhvillimin ekonomik në atë ushtarak. Dhe ne dim tash si fakt të zhvillimet ushtarake në ujë që Kina i ka bërë, për të projektuar influencën e saj në sistem ndërkombëtar dhe në këtë rast konkret për të siguruar linjen e ngushtica që ju përmendet për të siguruar këtë lëvizje shkëmbim të mirash dhe do të thotë kontroll. Ka më shumë për këtë arsye mendoj që është një arsye e fortë që Trump të mbajon për interes të shtetit amerikan. Duke qenë se asgjë nuk është e parashikueshme, ka më shumë shanse që Kina t'i jap një mbështetje direkte dhe të fortë Iranit tani, ushtarake, apo nga krahu tjetër duke përfituar nga situata një konflikt i hapur në Ukrainë, një aty në Iran me Izraelin, t'i bjerë Tajvanit. Po, tani edhe amerikanët janë disi jo ashtu haptazin në të kyçur në luftën me Iranin. Po shifën zhvillimet si do të rrjedhin Izrael-Iran, se kush do të triumfoj. Dhe me gjas nëse Izraeli nuk tregon shajja të dobësisë, unë besoj që amerikanët nuk do të hezitojnë të intervenojnë aty dhe të marrin në kontroll Iranin. Edhe padyshim nëse Amerika involvohet, padyshim se kontrolli në atë pjesë do të jetë i Amerikës. E prisit të reagim fuqinë ushtarake të Iranit, apo prisit më shumë apo më pak? Apo s'kemi parë gjë akoma? Jo, kemi pa për shkallëzim, kemi pa dhe nuk kemi pa shumë. Do të thotë në kohën kur ne po jetojmë kemi pa kogja shumë. Me gjitha gjasat tani Izraeli po bën presion, kishte idenë që të bëj presion mbi Iranin që të arrihet një marrëveshje ku Amerika do të mbikëqyrtë ndërtimin nuklear, e cila dyshohet se ka suportim nga Kina. Dhe nëse nuk arrihet një marrëveshje, atëherë do të ketë përshkallëzim. Edhe një marrëveshje e tillë të arrihet tani për tani është shumë e vështirë. Sepse nuk ka arritur ala një niveli ku njëri vend ka treguar dobësinë. Edhe me gjitha gjasat, nëse Izraeli do të tregon dobësinë, atëherë Amerika do të intervenon. Dhe nëse Irani do të tregon dobësinë, do të kërkojë që të bëhet marrëveshja. Kështu që nuk shoh se Irani ka ndonjë zgjedhje tjetër përveç të bëj marrëveshjen ose të shkatrohet. Të tipit sirist. Putini si po e shikon konfliktin tani? Do shta me humbja më e madhe këtu është Ukraina, se u hoq vëmendja. Po tani me lejo dhe një gjë të vogël mas jemi atje. Ideja e Izraelit se tani do të hekim këtë regjim, do të ta vëmë një regjim liberal,
dhe disi ajo do të funksionojë që të mos jetë rrezik për Izraelin, nuk do të qëndroj. Sepse kemi shtete liberale që zhvillojnë nuklear, siç është Franca, siç është Anglia, siç është Amerika. Plot shtete që janë liberale, do të thotë demokratike, kanë nuklear. Ajo nuk do të qëndroj. Ndoshta Arabia Saudite së shpejti, ajo që ne folëm herën e kaluar. Po, mund ngjaj, por çfarë do të them është se po të ishte fuqishme me nuklear Irani, unë dyshoj dhe kam bindje se Izraeli nuk do ta sulmonte se si e sulmoi. Po ta kishte fqin aty ku është Irani të ishte Koreja e Veriut, kam shumë dyshim që Izraeli do ta sulmonte. Ai çmendoi që nuk mund bënte pastaj. Jo, po është, nuk do të thosha se është i çmendur, se ashtu do të reagonte të njëjtë edhe Amerika, edhe Rusia, edhe Anglia, edhe Franca, edhe Pakistani, edhe çdo shtet që ka nuklear dhe dikush e kërcënon me mbijetesën, me ekzistencën. Është përgjithësa ose Azia. Po, shoh mundësinë të një, do të thotë, strategjie të egër përdorimit të nuklearës. Për Putinin në këtë konflikt? Për Putinin, zot Riballa, ne kemi folë ditën e parë, do të bëhet ditën e dytë, muajin e parë, ende është luftë. Ukraina ka dy zgjedhje. E ka zgjedhjen të bëj tani marrëveshjen dhe të pajtohet me humbjen 20% të territorit, të ketë në jurisdiksionin rus, apo të vazhdoj lufta dhe të ketë pastaj 40% të territorit ndër jurisdiksionin rus. Pa, e kisha më shumë, a mund përfshihet në konflikt në lindjen e mesme? Rusia. Po. Pa tani pritet se si kam dyshim sepse Amerika tani ka luajtur rolin e diplomacisë dhe për afrimin me Putin. Kështu mendoj, qofsha e gabum, por unë mendoj se kështu do të dalë, sepse marrëveshja nuk mund të bëhet mes evropianëve dhe Rusisë e Ukrainës. Marrëveshja do të jetë amerikanë duhet të jenë aty sepse kanë kapacitetin e fuqisë që të bëjnë një marrëveshje dhe me amerikanët aty tani do të ketë një marrëveshje 20% të territorit për rus dhe rus nuk do të implikohen në Iran. Zoti Gaxheri, a mendoni edhe ju që fillimi i luftës së tretë do të ishte nëse caku Izraeli do të ishte Turqia? Po me Turqinë, me gjitha gjasat, zoti Trump ka një miqësi shumë të afërt dhe mund të rregulloj problemet që Turqia mund të ketë me Izraelin. Dhe nuk shoh rrezik që Turqia të jetë e përfshirë në një luftë të tillë. Përkundrazi, Turqia do të jetë shumë e mirë kuptueshme aty. Domethënë, mori Sirin, edhe tani është në rregull. Po, tani për sa i përket atje zhvillimeve në Gaza ka më shumë kohë që Turqia ka mujt me ndërhy përballë gjenocidit, do të thotë s'ka bëu asnjë gjë, edhe në këtë rast me Iranin nuk besoj që do të bëjnë ndonjë gjë, edhe do të jetë do të thotë pikpyetja do të jetë se çka do të lyp Izraeli nga Turqia atje në Siri. Ajo do të jetë pikpyetja dhe do të jetë kundërta asaj që pyetë ti, se sa do të ndihmon Amerika Izraelin karshi Turqisë dhe Amerika do ta ndihmon Izraelin karshi Turqisë përderisa kërkesat e Izraelit do të jenë të arsyeshme. Ju keni thënë që konflikti Ukrainë-Rusi, kur gjithë ata prisnin që të mbyllemi telefonat apo me 24 orë, që ky konflikt do zgjas. Madje keni përmendur dhe dekadën, mund kap në një dekadë. Po konflikti tani si mbyllet shpejt apo do vazhdojë ngrirë? Ke fjalën në Ukrainë? Jo, Iran Izrael. Mbyllet shpejt do kemi
sepse Izraeli tha do ta sulmoj për gati 2 javë. Tani do mbyllet këto 2 javë. Do na kap shtatori, vjeshta, viti apo si do mbyllet? Jo, tani nuk mund të jap datë eksakte unë për mbylljen e kësaj lufte, por unë do të them se me intervenimin e Izraelit që vrau gjithë generalet aty dhe disa kapacitete ushtarake, nuk ka ndonjë efekt në terren. S'ka ndonjë efekt. Ata do të zëvendësohen edhe ata shkencëtar, me disa që janë më kompetent edhe me disa që janë më pak kompetent, po ashtu generalet, por efekt dukshëm në terren nuk ka. Kështu që nuk shoh ndonjë arritje të dorëzimit, nuk shoh një dorëzim të shpejtë të Iranit në këtë luftë. Edhe Izraeli tani është fut në njëjtën krizë dhe do të thoja se nëse vazhdohet kështu dhe popullata në Izrael ka një njëjtin rrezik dhe do të detyrohet që të largohet nga Izraeli. Nëse nuk kam pa nëse nuk kam pa video të rreshme, kam pa që sulmet e Iranit shumë raketat e tyre kanë goditur edhe ndërtesat e civilëve në Izrael, apo jo? Disa video rezultojnë që janë fake, por vështirë që ndahet në këto moment, por ka dhe të vërteta nga ato që ju thatë. Ato nëse ka të vërteta, ato që po tham unë, dhe ato vazhdohen, sigurisht që edhe popullata e Izraelit do të kërkoj që të shpërngullet nga vendi, dhe problemi është këtu se gjithë bota, do të thotë bota miqësia e Izraelve, krijoj një shtet Izraelit për gjithë popullatën e vet që janë të rrezikuar në përbot. Dhe tani me ndodhit që po ndodh aty, të paradoksi është që popullata nuk po ndihet më sigurt aty. Dhe problemi tjetër është se ajo popullat kush vendoset në vende të tjera nuk do të respektohet. Kam një pyetje të fundit. Po. Përse përmendi Trumpi Kosovën te postimi i fundit? Për te asaj që duket. Unë mendoj se ka specialitet dhe Kosovën, Serbinë ka instrument, mendoj që zoti Trump ka të sigurt që do të arrijë atë që do të nisë dhe ne kemi thonë edhe ku kem pas debate më herët, kur ka ardhur Trump, unë kam thonë që gjithsesi specialistë, a do të mirët Grenell apo administrata Trump me Kosovën e Serbinë, unë kam thonë që kanë specialitet dhe pritet që ata të vinë këtu për një marrëveshje, shpresoj që mos na zojnë pa përgatitur. Gjithsesi, jemi në një sistem se siç jemi, Kosova ka bërë hapa të gabuar sepse nuk ka gjë për evropianëve. Dështim dialogu 20 vite. Evropianët na kanë treguar se çfarë bënë. Tani ne kemi gabuar pse kemi ndruar për asaj që u thëshin në amerikanë në shkumë të evropianët, megjithëse do kthehemi prapë dhe me shpresën që të intensifikohet nëse ka institucione kredibile Kosova dhe të lidhen me ato në Amerikë se qa po vjen. Ku jemi, sepse Amerikanë nuk vinë me vetëm një dokument. Vinë me dokumente varsisht me këtë takohen. Dhe nëse takohen me dikë që nuk ka qenë, apo dhe nuk është pro politikave, pro sigurisë amerikane, sigurisht të gatshëm e kanë ndrimin e marrëveshjes. Unë mendoj se ja kanë të gatshëm dhe do t'i kenë hazër ato. Po me shenja dhe simbolikën që bët, flisni për harta? Flas për një marrëveshje e cila mund të jetë shumë e dobishme për ne, ose mund të jetë e dëmshme për ne. Dhe nëse vjen një marrëveshje e dëmshme për ne, ne nuk besoj që duhet ta nënshkruajmë. Pa marrë parasysh konsekwencat që do të vinë. Konsekwencat mund të vinë, por ne nuk duhet ta pranojmë një marrëveshje të tillë. Nëse është në dëm
të Shtetit të Republikës së Kosovës. Konsekvencat duhet t'i përballojmë dhe nuk duhet ta nënshkruajmë. Po megjithatë gjasat unë besoj se ata që frigohen për të marrë leadershipin kanë arsye pse frigohen. Po këta që s'duhet frigohen nuk e kuptoj pse frigohen. Fjalia e fundit ishte mjaft e qartë për ato që po ndodh me seancat që pritet që të vazhdojnë ndoshta për të kapur edhe 40-shën dhe 50-shën. Po tani ne jemi përgjigj asaj pyetje zoti Balla ju kujtohet, ne kanë thonë para se marrë dhe kjo do të kemi tavolinë trembullak kur njëra palë për tjetrën do të jetë mvarë me plotësisht dhe aty jemi fatkeqësisht jemi aty dhe mungon kultura shtetërore. Zoti Gaxheli, faleminderit shumë për bisedën dhe që e bët më të kuptueshme dhe shpjeguat qartësisht dhe për publikun tonë për atë që po ndodh, jo vetëm në Ballkanin e Kosovë, por edhe lindjen e mesme që duket larg, por ndikimet ndoshta do të fillojnë të ndihen së shpejti duke filluar më së paku nga çmimet. Të falenderoj shumë. Shpresoj se ju përgjigja pyetjes suaj. Faleminderit për mundësinë, i përshëndes gjithë patriotët në Shqipëri dhe njëherë kërkoj nga institucionet e Shqipërisë të intensifikojnë marrëdhëniet në aspektin e sigurisë me shtetin e Kosovës dhe njëkohësisht të kalojmë në fazën e politikës ekonomike liberale, e cila në sistemin internacional përfundoset, por mes neve shqiptarëve nuk ka si që jetë e domshme, po do të ishte shumë profitabile. Dhe gjitha kapacitetet dhe mundësitë dhe gjitha janë në favor që ta zhvillojmë do të thotë një politik të tipit ekonomik liberal i cili ka treguar historikisht që bën prosperitet dhe ajo besoj që neve na konvenon shumë. Besoj që do kalojmë te hapi i ekonomisë dhe bashkimi kombëtar do ndodh ashtu si kemi fol ne, jo me heqjen e neneve, por në ato që ne kemi biseduar. Duke uruar që institucionet të dëgjojnë, unë të falenderoj shumë dhe njëherë për bisedën. Faleminderit për mundësinë. Çdo të mirë.